أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتم فاصبروا وإذا استنفرتم فانفروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. Vëllezër dashur, nëse njeriu ju kthehet një herë historisë, edhe këta kanë thënë historianët se asnjëherë gjatë historisë nuk mundesh me gjetë se historia flet se ndonjëherë njeriu e ka lënë armën prej dorës. Ka që kanë thirrë disa shekulli i paqës. Mi po gjitha ka të cilët kanë thënë se ai shekulli i paqës kanë pas për qëllim ose një shtet caktu, e nuk kanë pas në përgjithësi se në botë në atë shekull ka pas paqë, ose kanë pas për qëllim se në atë shekull ka pas më pak lufta. Njënën prej kësaj të dia. Për ata, imperatoria romake, kur ka ekzistuar ndërsa fillimin e ka një 30 vjet para erës sonë, qatë shekull gjatë imperatorisë romake është thirrë një shekulli i paqës. Ndërsa nuk ka për qëllim këta historiantë kur e kanë thirrë shekulli i paqës se njerëzit në atë kohë nuk kanë luftuar, edhe në atë kohë nuk e kanë përdor armën, edhe s'kan ndodhur lufta. Përkundrazi kanë ndodhur lufta edhe në atë kohë kur në atë shekull kur e kanë thirrë shekulli i paqës. Kështu që në kohën aty ka sundu një Gaius në shekullin e paqës. Në atë kohë është okupuar Britania Jugore, kur në shekullin e paqës. E megjithatë nuk është llogarit si shekull i luftës. Ky Gaiusi në atë kohë ka bërë zulluma shumë të mëdha. Pastaj ka marrë një zavendës vetën në Rom. Ka vazhduar me zullumin që ka bërë. Mbrenda për jashtë ka bërë sulme, për mbrenda ka bërë zullum. Është thirrë shekulli i paqës. Derisa ka ardhur në Rom në çeket shekull, e cili është quajtur Nirun, prej mrena zullumin që ka bë, e ka mit mësuesin e vet. E ka mbyt ministrin e ministrave, kryeministrit. E ka myt edhe gruan e vet. Ka dhënë urdhën me myt edhe nënën e vet. Kjo është shekulli i paqës. E ka kallë Romën, pastaj i ka akuzuar se krishterët e kanë kallë, edhe i ka sulmu, edhe i ka dënu për këtë vepër që ka bën ai vet. Këtë kjo ka ndodhur në shekullin e paqës. Çka mundet me ndodh pra në shekullin e jo të paqës, në shekullin e luftës, ndërsa shekulli jonë është shekulli i luftës. Çka ka mujt me ndodhi është kësajna. Kjo është vetëm si argument, si shembull e çka ka ndodhur. Nuk mundam i përmend ato. Shkurtimisht këta ka marrë nga libra El Jihadu wal Qitalu fi Siyasati Shar'iyya al Islamiyya, jihadi dhe lufta në politikën islame. Në vëllimin e parë. Pastaj kanë përmbledh historiantë edhe kanë folë se shkaqet e luftës para islamit çka kanë ndodhur, ndërsa do t'i përmendni vetëm disa pika. E para është nga se njerëzit kanë pas nevojë për me jetua. Ato të cilët kanë jetuar në Sahra, s'kan pas me hangër, ja kanë marrë lakmi atyre të cilët kanë jetuar në tokat pjellore e i kanë sulmuar për me fituar që atane jeta i ka qumë me vësulma. Shkaku i ditë ka qenë që
nuk janë frima ata që kanë pas njerëzit, kanë pas shef me jamar tjetërit ata që ka. E treta, sulmet pa kur një farë drejta me të regu fuqinë e vetë. E katërta, hakmarrjen që kanë pas, ka që të hakmarrës kanë bërë që janë zhvillu luftan mesin e njerëzit, popullve dhe shtetëve. Kërkimi atij doptit për atij fortit që ta ndihmon, siç ka ndodhur në kohën para Islame në Medina, fisi Aus edhe Khazraj në Medinë kanë dopt dhe i kanë sunduar jehudit. Edhe kanë bërë zullum për mi këto dy fiset arabe, kanë kërkuar prej Sirijës, atëherë ka ekzistuar një fis e fort, kanë thonë na ju pagujmë që të vini edhe të luftoni jehudit, kanë ardhën edhe i kanë sulmu jehudit, pastaj është ngrit këto dy fise dhe kanë marrë sundimin. Larja e nënçmimit musafirit me gjak ka qenë shumë vend nalt ka zonë musafirit të karab për para. Si që transmetohet prej Hatib, se Hatib ibn Qais e kanë thirrë Yawmul Hatib, dita e Hatibit. Arabët e kanë thirrë këtë dita e Hatibit. Ka qenë person i cili ka ardhur një musafir në shtëpinë vet. Edhe ka qenë prej fisit Aus. Edhe ka dalë musafiri i vet në pazarin e jehudive Bejni Qainuqa. Ndërsa midis fisit Aus dhe Khazraj nuk kanë pas marrëdhënie të mira. Edhe një i fisit Khazraj i ka thonë njënit prej jehudive të Bejni Qainuqa, ka thonë nëse shkoni jam shoni shkelëm këtij personit edhe nxjerr prej këtuit. Se ka ditë që është musafir i një personit prej fisit Aus. Edhe i kam shua shkelëm se i ka thonë jehudion e ta jap ti këtë teshën e mirë që ka kam që mbulona. Edhe ki Hatibi e ka thirrë atë personin që i ka shkuar, ja Hatib, unë në çmu musafiri it, edhe ka marrë rrugën që ka shku në pazar, edhe ka mit jahudien për këtë që ka vepruar. Urrejtja që e kanë pas edhe kujdesin që e ka pas ndaj nderit grava, ka ndodhur që ndonjëherë është marrë në përkam deri i grave tek arab, është bë luftë për ata. Kur në shekullin e ignorancës ka pas respekt në deri i gruës, jo në shekullin ton, nga se tash ti kena rrin kupën e civilizimit, edhe në deri i grave do të më marrë në përkam, edhe martesa e muslimanëve e muslimankave me shkije do të mu çmua edhe mu llogarit se kjo është vepër e mirë, nga sa ato që llogaritin mas pari ata nuk janë të pastër, ato nuk dojnë të pastrtin edhe të papastërtin, i fllëqti edhe i pastër këta nuk ka dallim, nga se krejt ato që bojnë këta janë të fllëqt. Shkaku tjetër kanë qenë se kanë pas qef që të kenë rob, se që kanë ndodhur një melik, një mbret të karab, i ka thonë gruz vetë prej çdo fisi ti ki me pasën ka një robëresh me të shërbyje ti. Edhe për këtë shkak ka fillu me disa fisa edhe ka bo lufta. Shkak tjetër se ka pas mbret i ka ordnu tjerë që ju nënshtrohen urdhrit ati, sukur që ka ndodhur me Mundhir ibn al-Ma as-Sama, e ka pas emrin, ka qenë një mbret i cili e ka ordnu një fis Bekër që t'ju nënshtrohet, nuk kanë pranua Bekër. Ka thonë masi që nuk keni pranua, kam i marrë, kam i luftua, edhe kam e marrë këtë fisk në dorën te me tokën ative, edhe kam i pru deri të kodra el uara, edhe kam i hipë në kodrën uara në maja, edhe kam i prej një nga një, deri këtë më rrinë gjaki edhe del në rafsh të vjenë. Edhe e ka bon atë që ka ndodhur, vetëm se gjaki nuk i ka mrri deri në rrafsh, për shkak se është ngurcu gjaki, është trasht, ka mujt me ecë, i ka qit ujë që të hecë gjaki edhe ka mrri gjaku prej kodrës natë, e cila shkon e një orë të ata, deri në rrafsh. Kështu pra, Allah Azza wa Jall ka thonë walau la daf'u Allahi an-nase ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu. Mos i shkon Allah Azza wa Jall që ti ban dy grupet, njerëzit ti ban dy grupe që të mbrohen për njënit për tjetrit, sikur të kishte ekzistuar vetëm se grupa sulmuese, vetëm një grup, mos kishte ekzistuar grupe e cila reziston, atëra kish më bë fesad i madh në tokë. Allah Azza wa Jalla ka bëkta. Kështu që Allah Azza wa Jalla ka obliguar, pra edhe në dinin ton ekziston kjo çështje e luftës, edhe nuk është lënë pas shpina, edhe është bën obligim xhihadit.
Prej kurit ka fillu gjihadi kur është bë në fytyrë tokës, prej kurit në njeh Kur'ani se është na tregon Kur'ani se është bë obligim gjihadi. Gjihadi për herë të parë në Kur'an na jep se është obliguar në kohën e Musës alayhi salatu wasalam. I ka thënë Musa alayhi salam popullit vet, ja qaum udkhulu al-qaryata al-muqaddasa. Hëni luftonin këta në këtë fshatrin të cilën këtë fshatin që Allah azza wa jall pi udhron me hyen këtë fshatin e bekuar. Përgjigja nuk ka qenë sikur përgjigja sahabëve që është e njohur, i kanë thënë Musa alayhis salam popullit vet, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Shko ti o Musa edhe Zoti të luftoni se na do të rrimi këtu. Këtu e ka fillimin. Ku e ka mbarimin gjihadi? Gjihadi e ka deri sa të ekziston ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është e njohur në besimin e ahli sunnetit se gjihadi vazhdon, është obligim fetar për musliman deri në ditën e Kiametit, deri kur zbret Isa alayhis salam edhe ta luftojnë Dejjalin. Aty e ka fundin. Fjala gjihad ka ku rrjedhën prej 4 shkronjave, jahada, edhe me kuptim gjuhësor do të thotë dhënia e mundit për të arrit qëllimin. Dhënia e mundit krejt çka kije për me arrit qëllimin. Pastaj ka kuptimin në fe. Në terminologjinë e Islamit, mirë po ka me dy kuptime. E para është ta jep mundin muslimani duke u mbështetur në Allahun azza wa jall për me mri atë e cila e afron tek Allahu azza wa jall, ose për mu largua nga ajo që Allah azza wa jall ja ka ndaluar atina. Edhe kjo ndohet në 4 pjesë, kanë thonë ulemat. E para, gjihadun nafsi, lufta ndaj vetes për ta mësuar Islamin, fen e vërtet edhe veprimin me ata. Pjesa e dytë është gjihadu shejtan e da'i, lufta ndaj shejtanit i cili thirr në kufër edhe në gjanat e çpikura të cilat s'kan bazë Islam, edhe mëkatet. Edhe në mëkate. E treta, lufta, ta luftosh gjihadi ndaj zullumit çka bëhet, edhe gjanave të çpikura, edhe mëkateve. Edhe e fundit, lufta ndaj qafirave, edhe munafikave. Ndërsa kuptimi i veçantë i gjihadit tjetër, kuptimin tjetër në terminologjisë e ka, badlul us'i fil qital, dhëndja e mundit në luftë fi sabilillah në rrugën e Allahut azza wa jall, mubasharatan me trup ose me ndim, muawanatan bil mal, ose duke ndihmu gjihadin me pasuri, apo me logjikuar, me duke mendu, au ra'in, au tekthirin, ose duke shku edhe pse s'ke mundësi me luftu vetëm se me rrit numrin e muslimanëve, au ghairi dhalik, apo për diçka tjetër. Ndërsa fjala gjihad është përmend në Kur'an në ajetet e Mekkës, të cilat kanë ardhur, ka ardhur me kuptimin gjuhësor, jo me kuptimin e terminologjisë islame. Për shembull, suratul Ankabut ka ardhur në 3 ajete. Ajeti i parë, "Waman yujahid fa innama yujahid li nafsihi." E kush e jep mundin, kjo fjala yujahid se ka ardhur në kuptim luftës, po ka ardhur në kuptim gjuhësor që e jep mundin e vet, ai e jep për veten e vet. Ajeti dytë, "Wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilm", nëse baba yt edhe nana yt, domethënë prindërit e tij mundohen ti me të nxjerr nga feja me që të bëj shirk për atë që ti nuk i deturi, fala tuti'huma, mos i respekto atë. Ajeti i tretë, "Walladhina jahadu fina", ato të cilët kanë dhënë mundin në rrugën tonë, lanahdiyanahum subulana, ne do t'i udhëzojmë atë në rrugën tonë drejt. Po ashtu ka ardhur në suratul Luqman, e cila është Mekkia, Mekkës, ka zbrit Mekka, një ajet ku shpërmend gjihadi me kuptim gjuhësor, "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm", prap flet për prindërin, nëse ato ti të obligojnë, mundohen që me të nxjerrë ti në kufër në shirk, atëherë mos s'ki dituri për atë shirkun, fala tuti'huma, mos i respekto ato dy. Ndërsa ajeti i gjihadit i cili është përmend në suratul Nahl, ndërsa është sura e Mekkës, është zbrit në Mekka, është përmend aty edhe hijreti. Tregon se në suratul Nahl ka ardhur fjala gjihad me kuptim
të terminologjisë islama. Do me thonë, fetare e cila ka për qëllim luftën. Ajeti është, thumma inna rabbaka lilladhina hajaru. Pastaj Allah Azza wa Jall, atyre të cilët banën hijrat, është përmend hijreti. Kjo ka thënë se kjo ajet është, edhe pse është në surën Mekkie, ka zbrit Mekke kjo sure, kjo ajet është i Medinës, ka zbrit Medinë. Min ba'di ma futinu, pasi që u sprovun ato, thumma jahadu, pastaj luftuan rrugën e Allahut, wa sabaru, edhe banën durim, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Pastaj Allah Azza wa Jall, Zoti et padyshim, pas asaj është falës edhe mëshirues. Ndërsa ajetet e Medinës për afërsisht është përmend xhihadi 26 herë me kuptim, ka se gjitha kuptimet që ka me kuptim luftë. Kjo është se i takon kuptimit xhihad në gjuhë edhe në terminologjinë islama. E pastaj Allahu Azza wa Jall në Kur'an edhe në pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haditha ka folë për vleftën e këtij xhihadit i cili është obliguar për musliman. Edhe ka tregua se çdo gjë e cila është e mirë në islam, islami e ka llogarit atë si punë të mirë, aja ka vënë në islam edhe Allahu Azza wa Jall e respekton atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lidhet familjare, puna, jeta, lidha me shoqërinë, mësimi, gjitha këto i ka llogarit Allahu Azza wa Jall se vepra të mira dhe ka dhënë vënën e vet me kusht që këto mos t'ju jepet këtyra vlerësim më tepër se thirrjes kur ju thirr Allahu Azza wa Jall me ndonjë vepër apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo kur thirrni në xhihad. Mos më dhon që ti përparësi mbi çto. Edhe këta ka përmend Allahu Azza wa Jall në surën At-Tauba, ka thonë qul in kana aba'ukum, thuj oti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nëse janë babalarët e ju, thuju muslimanëve, nëse janë babalarët e juve, kështu Allahu Azza wa Jall po i ka thënë se tash se qish do të me pas muslimani radhitjen jetën e vet, qish mi radhit punë, cilat gjona mi vlerësu më tepër se tjerat. Prandaj, çdo vlerësim tjetër që ju jepet mbi Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe thirrjes në xhihad, kjo e bën kërcënimin e Allahut Azza wa Jall edhe dënimin e Allahut Azza wa Jall mbi një popull. Qat Allahu kul in kana aba'ukum, thuju nëse janë babalarët e juve, wa abna'ukum, edhe fëmijët e juve, wa ikhwanukum, edhe vllaznit e juve, wa azwajukum, edhe gratë e juve, wa ashiratukum, edhe familja e juve, wa ambalun iqtaraftumuha, edhe pasurin që ju e keni fetua, wa tijaratun takhshawna kasadaha, edhe tregtim të cilën po frigni se do ta humbni, wa masakin tardawnaha, edhe shtëpiat të cilat ju po banonin ato. Nëse këto të gjona janë ahabba ilejkum min Allahi wa rasulih, nëse që të gjona i vlerësoni i doni më tepër se Allahun Azza wa Jall dhe se pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabili, dhe se jihadin tarabbasu, atar pritni hatta yati Allahu bi amri, derisa Allah Azza wa Jall vjen me urdhën e vet, don të e çon dënimin e tij. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, Allahu nuk e udhzon popullin fasiq mëkatar. Kur Allah Azza wa Jall ta shkret të ajetet që do t'i përmendim, do të flasim se vlefta e xhihadit e luftës në islam. Kur Allah Azza wa Jall e krahason xhihadin me disa vepra të mira të cilët ishin tek muslimanët janë edhe tek arabët e kanë llogaritë si vepra të mira, thot: "Aj'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram", banët ju se mi dhan ujë dhe haxhive ku shkojnë, për shkak se kjo vepër ka qenë shumë e madhe, shumë e vlefshme tek arabët edhe tek mushrik, kur kanë shkuar në haxhin e tyre që kanë pasur mushrik, njerëzit prej larg dhe kanë bë haxhin, ato i kanë shërbi ative dhe ju kanë pru ujë me pi edhe kanë llogaritë si vepër të mirë. Allah po thot: "Aj'altum siqayat al-hajj", apo bëni këtë veprën e mirë që po i nxirrni ujë haxhive po jepni me pi, wa imarat al-masjid al-harami, edhe ngritjen edhe rëndëtimin e xhamisë, kemen amana billah, a mos e llogaritët këtë njeri barabar me ata, mos e barazut me atë e cili ka besuar në Allahun Azza wa Jall, wal yawmil akhir, edhe në ditën e gjykimit, wa jahada fi sabilillah, edhe që ka luftuar në rrugën e Allahut. A mos janë këto dy, a mos po i barazoni këto dy, la yastawuna inda Allah, tek Allahu këto dy nuk janë të barabartë. Pastaj Allah Azza wa Jall kur flet edhe tregon vlerën e mujahidit, thot: "Wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima", Allah ka vlerësu mujahidat ndaj atyre të cilët nuk dalin luftë me disa grada të mëdha, darajatin minhu, darajat nga grad
grada në xhennet, wa maghfiratan edhe falje nga Allah azza wa jall, wa rahmatan edhe mëshirë, wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahu është falës edhe mëshirues. Si ka tregu Kur'ani se mujahidit edhe këtë vlerë që Allah azza wa jall e ka përmend këtë sura, arrin Allah azza wa jall spari atyre të cilët dalin luftë, ja fshin gjunahe, ja mshil dyrët e dënimit, ja hap dyrët e xhennetit, jo për tjerë, vetëm për ato të cilët kanë luftë. Edhe i lajmëron se Allah azza wa jall do t'ju zbrit atyve ndihmë. Thot Allahu: ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O ju të cilët keni besuar, atë ju udhëzoj juve, atë ju tregoj juve për një tregti e cila do t'ju shpëton juve për një dënim të dhëmshëm. Tregti ju shpëton prej dënimit të dhëmshëm. Tu'minuna billahi wa rasulih. E para është kjo tregti të besosh në Allahun azza wa jall edhe në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, të luftoni në rrugën e Allahut bi amwalikum wa anfusikum, të luftoni në rrugën e Allahut me pasurinë e juve edhe me veten e juve. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kjo është më e mirë për juve nëse ju jeni çka e dini. Kjo e para që ju mbron juve prej dënimit të dhëmshëm. E dyta, yaghfir lakum dhunubakum. Nëse bani këta, Allah pastaj juve ja fal gjunahet e juve. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. E pastaj ju fut juve në xhennetin në të cilën rrjedhin lumej. Wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Ati ka banesa të mira, qëndrime të mira, të bukura në xhennetet e Adnit. Dhalika al-fawz al-azim. Ai janë shpëtim shumë i madh. Wa ukhra tuhibbunaha. Ashtë edhe një sen të cilën Allah azza wa jall ja jep juve, e që ju po e dëshironi, nasrun min Allah, fitore nga Allahu, ndim nga Allahu, dhe fitore wa fathun qarib, të afërt, wa bashiril mu'minin, e ti o Muhammad sallallahu alaihi wasallam përgëzoj besimtar. Pastaj Allah azza wa jall ka thënë Kur'an se mujahidin kohën e xihadit, çdo lëvizje që e bën, çdo vepër që e bën, Allah azza wa jall ati se humb edhe llogarit atë si ibadet. Thot Allah: dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un. Ato mujahidat nuk i godin ndonjëherë etja, wala nasabun, as lodhje, wala makhmasatun, as uri, fi sabilillah në rrugën e Allahut, wala yata'una mawtiyan yaghidhu al-kuffar, as shkelin me një vend me të cilën e shtin të urrejnë kafirat, hidhrojnë kafirat, wala yanaluna min adwin nailan, as sfitojnë diçka prej armikut, illa kutiba lahum bihi amalun salih, për këtë që ka bojnë Allahu azza wa jall atyre, edhe për kur t'i merr etja, edhe kur të lodhen, edhe kur t'i merr uja, edhe kur të shkelin me një vend me të cilën e hidhrojnë armikun me ata, edhe kur t'i marrin çka dhe e vogël apo e madhe nga armiku, Allahu azza wa jall për ta atyre e shkruan punë të mirë. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu nuk e humb vlerën veprën e besimtarëve dhe për mirëve. Wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira. E nuk japin diçka nga pasuria e tyre e vogël apo e madhe. Wala yaqta'una wadiyan. As nuk shkelin me një lugin, illa kutiba lahum, vetëm se për ato i regjistruat atyve, liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Për të shpërblyë Allahu për atë vepër që ka punuar më së miri. Kjo është disa ajete të cilat kanë ardhur në Kur'an për vlerën e xihadit edhe mujahidit. A çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për xihadin edhe vendin e tij në Islam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilën e transmeton Buhariu edhe Muslimi për Abu Dharr radhiyallahu anhu. Thot Abu Dharr sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. E pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali afdal? Cila vepër është më e mirë? Qala imanun billah, thot besosh në Allahun azza wa jall, wa jihadun fi sabilihi, edhe të luftosh në rrugën e Allahut. Thot Ibn Hajar rahimahullah se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas besimit më një herë ka thënë prej veprave më të mira xihadin. Siç e ka lëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ato të cilët nuk dalin në xihad, sa do me vepru e vepra të mira, nuk mujnë me arrit veprën e mujahidit i cili ka dalë luftë. Si që transmeton Buhariu dhe Muslimi, prej Abu Hurajras radhiyallahu anhu, se ka thonë, qala qila ya Rasulallah, thot Abu Hurajra se i thot dikush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dilu al-jihad
a ka diçka e cili barazohet me xhihadin, një vepër e cila është e barabartë me ata? Qala la tastati'una, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk muni me vepru atë vepër. Fa'adu alayhi marratayn aw thalatha. Ja përsëritën këtë pyetje pejgamberit 2 herë apo 3 herë. Kullu dhalika yaqul, e pejgamberi u përgjigj, la tastati'una, fa nuk muni me bëju atë vepër. ثم قال, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mujahidi fi sabilillah kamathali as-sa'imi al-qa'imi al-qanit. Ta shembulli i mujahidit që është në rrugën e Allahut në luftë, sikur ajat shembulli atij i cili ka filluar me agjërua, edhe ka hyrë namaz, edhe vazhdon me namaz duke lexuar Kur'an, bi ayatillah la yafturu min salatin, nuk e kput namazin, wala siyam, as nuk e kput agjërimin, nuk bën iftar, hatta yarji' al-mujahidu fi sabilillah, derisa të kthehet mujahidi nga lufta. Kjo është transmetimi i Muslimit. Ndërsa transmetimin e Buhariut, jaa rajulun, për Abu Hurairës, jaa rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ardhi njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa qala dullani ala amalin, fa drejto mua me një vepër, ya'dilu al-jihad, e cila është e barabartë me jihadin. Qala la ajidu, fa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk po gjej. Qala hal tastati'u idha kharaja al-mujahid, pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij personet, a ki mundsi kur dal mujahidin në jihad, an tadkhula masjidaka, e që të hysh në xhamvendin ku e fal namazin, fatakuma, at fillosh të falësh, wala taftur, e mos ta ndëprejsh namazin, wa tasuma, e ta xhirosh, wala taftur, wala tuftira, e mos të bësh iftar. Qala wa man yastati'u dhalik, fa kush ka mundsi me bë këtë? Pastaj tha Abu Huraira radhiyallahu an, inna faras al-mujahid, edhe kali i mujahidit i lidhur le yastanna fi tiwali, me kanap, fe yuktabalu hasanatin, pushon, ndërsa mujahidit ju shkruhen sevapa. Thot Qadi Iyad rahimahullah, se hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përmbledhur, këtu na ka treguar se çdo vepër e cila është e thjeshtë, e cila s'ka sevapë, këtu na kur e veprojna jashtë xhihadit, sikur haja, edhe pija, edhe etja, edhe këto çka i bëna, s'kemi sevap për ato. Këtë kjo për tek mujahidi llogaritet sikur me kanë namaz edhe në xhirim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij tregon se xhihadi është një sen i cili të siguron nga zjarri dhe të shpëton nga dënimin ditën e Kiametit, siç e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Maghbarrata qadama 'abdin fi sabilillahi fatamassahu an-nar. Nuk plorosen dy komt e mujahidit në rrugë ku të niset për xhihad, e që pastaj ta rrog zjarri. Thot Eskalani ku thot pejgamberi fi sabilillah ka për qëllim xhihadin, ku del njeriu niset për xhihad. Ndërsa thot Ibnul Munajjir tregon hadithi se personit i cili ju plorosen komt edhe ka dalë në xhihad, është nis për xhihad, edhe nëse si mësohet me hin xhihad, hadithi është i përgjithshëm, flet edhe për atë person i cili s'ka pas mundësi me mërni xhihadin, mi po është nis për xhihad, edhe ju kanë pluhros komt e tina, ai pluhur është pengesë, zjarri nuk mundet me djeg atë person. Ndërsa prej Ibn Aid thot kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot dël pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shtëpia e tij fi janazati rajulin, me fal namazin e xhenazës një personit. Falamma wudi'a qala Umar ibn al-Khattab, kur vnu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam xhenaza, i tha Umar ibn al-Khattab i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la tusalli alayhi, mos e fal xhenazën këtij personi ya Rasulullah. Fa innahu rajulun fajir, nga sa është njeri i keq. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nas, u kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga njerëzit dhe tha, faqala hal ra'ahu ahadun minkum ala amal al-islam, fa a ka pa dikush këtë person ndonjëherë të vepru ndonjë vepër të islamit. Faqala rajulun na'am, tani njeri po ja Rasulullah. Harasa lejleten fi sabilillah, një natë në gjihad ka pas nejtë roje. Një natë në gjihad ka pas nejtë roje. Fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e xhenazës. Wa hatha alaihi turab, edhe i qiti dhej në varrën e tij kur e varrosën.
dhe tha: "Wa qala ashabuka yadhunnuna annaka min ahli an-nar." Ka shokët e tu po mendojnë se i je prej banuesve të zjarrit. "Wa ana ashhadu annaka min ahli al-janna." Ndërsa on po dëshmoj se ti je prej banorëve të xhennetit. Ndërsa në transmetim tjetër, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشو pejgamberi صلى الله عليه وسلم ثم تبعه حتى جاء قبره vazhdoi rrugën deri ku afru te varri I tij فقعد حتى إذا فرغ عنه منه إذا بريت ديس أو ورصي حثى عليه 3 حثيات انزير ترغو إلشيت ترغ غوش تضي ببار نتي ثم قال يثني عليك الناس شرا فبفلاس يرزد كشبرتي وأثني عليك خيرا درسهم بفلاس مير برتي فقال عمر وما ذاك يا رسول الله فعمير هذا كانش يا رسول الله أي مير بفلاتي بركا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثابين عليه صلى الله عليه وسلم عمير دعنا منك يا ابن الخطاب فلنا راحات يا عمر بن الخطاب من جاهد في سبيل الله وجبت له الجنة أي لبن لوف نرونا الله أقاطب لقوم جنيتنا Hadith tjetër që flet për vlerësën e mujahidit dhe për veprën e tij, të cilën transmeton në hadith sahih se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men rama bi sahmin kush gjun me një shigjet fi sabilillah në rrugën e Allahut në xhihad. Balagha al-adu e ka godit armikun o lem yablug apo nuk e ka goditën kana lahu ka'itk raqaba ai ka vlerësën sukër me pasluni rob. ومن عاتق رقبة اكش اشلان رب مؤمنة اتش اشتي ربي بسمتار كانت بداءه من النار دوتيات تنجيس زيارة تنبرون زيارة عضوا بعض كات جمتير پر جمتير فسايت على پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم كترسمتون السائي كفان پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابه مو جوني من بلغ العدو بسهم كش أقوديت أرميكم مشجات رفعه الله به درجة الله عز وجل تنقريتة يشكال ميقراد فقال ابن النحام إذا ابن النحام بيغمبير صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي درقوري الله وما الدرجة شفيش اشتايا الدرجة شفيش اشتايا يشكال يقراد قال أما أنها ليست بعتبة أمك تايا نكشت كتراغي اشتبيس تانا ولكن ما بين درجتين 100 عام ومدز دشكال وتتسلت الله عز وجل انقريت مجاهد كان 100 vjet Posto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmeton Buhariu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë rawhatun fi sabilillah daljan munjas në jihad një shkumen munjas jihad أو غدوة خير من الدنيا وما فيها apo një mbrëmje të shkuar në xhihad është më e mirë se këtë dunjaja edhe çka ka ta. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني صوته apo harka e shigjet një vend sa zën harka e shigjetës sa zën vend apo sa zën vend kam gjiku I njonit për juve në xhennet خير من الدنيا وما فيها اش ما مية تايفان سشقا الدنيا اذا كريك شقنتا ولو ان امرأة من اهل الجنة طلعت اذا سكرني قروت كشتشي جنيتت كتشيشوك الدنيا الى اهل الارض كشتشيشو بنور تتوكس لأضاءت ما بينهما كشتبوت دريت مس توكس اذا تشيلت ولما لأته ريحا اذا كشتموش ما ايرت مير ولا نصيفها اذا شامية صاي على رأسها تسلنا بون بكوك خير من الدنيا وما فيها أشماء مية الدنيا يتشقنتا Pasu ka në Sahihul Bukhari për vlerëtën sado që është e vogël në xhihad ata ka Allahu Azza wa Jall është e madhe ka thënë ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha të luftuarit një ditë në rrugën e Allahut Azza wa Jall është më mirë se dunjaja edhe çka ka ta. Ndërsa transmetohet prej Uthmanit radhiyallahu anhu se ka thënë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë ribatu yawmin fi sabilillah lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall një ditë është khairu min 1000 yawm amir se 1000 ditë fima siwa min al-manazil është më mirë se 1000 ditë ti harxhosh në diçka tjetër. Prenderës
deri që Allah Azza wa Jall, derin që ka dhënë mujahidet, është edhe ajo se e ka llogaritën njërin më të mirë në tokë. Thot Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayu nasi afdal, se në njeri është më i mirë. Qala, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, një njeri yujahidu luftan rrugën e Allahut fi sabilillah, në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Ky njeri është më i mirë çka ekziston mesin e njerëzve. Kjo është çka ka dhënë Allah Azza wa Jall mujahidet, e pastaj ti nuk i ban dam ajo me çka e thirrën, ato ema me të cilat e thirrën, apo atë hidhrimi që e bojnë, apo mbytja e tij. Këtë kjo nuk i ban dam mujahidet, nga sa Allah Azza wa Jall ka llogarit për njerëzve të mirë, edhe nëse njerëzit nuk e llogaritin ata si më të mirë, por ata mujahidi vazhdon ata, nga se tek Allah Azza wa Jall është njëri më i mirë. Për atë thot pejgamberi Abu Huraira, nga pejgamberi sa sam transmeton këtë hadith, tuba li abdin, myjda për gëzim për një rob, akhidhin bi inani farasih, e ka marr kalin e vet për kërpeshi në rrugën e Allahut, ash'atha ra'suhu, flokët e tij të pakrehura, mughabbaratin qadama, kamët e tij të pluhrosura, in kana fil harasati kana fil harasa, nëse e çojnë që të runë në roje, ai vazhdon në roje, nuk ik prej rojës, wa in kana fis saqati, e kur ta çesin luftë, kana fis saqati, vazhdon në luftë, edhe nuk largohet prej asaj. Kjo është hadithe të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet e tregon vleftën e tij. Dërsa po flasim se Seyrul Kebir, se mujahidi nxënësi Ibn Abbasit edhe Abdullah ibn Umayrit është nis, thot kam nis një herë, aradtu al-jihada, kam dash të dal në jihad. Fa akhadha Ibn Umar bi rikabi fa abaytu dhalika alayh, fa amur qalin tam për kërpeshi edhe hecke. E thash mos, nuk ka pas shef mujahidi, nga respekti që ka pas nga Abdullah ibn Umayri, nga sa Abdullah ibn Umayri sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe mësues i mujahidit. Faqala atakrahu lil ajr, fa aspo ke qef që unë të kam ajr, të kam shpërblim tek Allah Azza wa Jall. Pastaj tha se na e kemi llogarit mujahiden sikur meleku Xhibrili, i cili është vleftën që e ka në mesin e melekëve në qiell, kështu është mujahidi, e ka vleftën tek Allahu në mesin e banorëve të tokës. Kjo është halli i mujahidit. Ndërsa të flasësh për gjihadin, të flasësh për luftën të cilën Allah Azza wa Jalla ka obliguar muslimanëve, edhe mos t'i përmendesh, edhe mos tregosh se çish u kon gjihadi tek sahabët, do të thotë sikur me folën tek arabët, ne fol për gramatikën e gjuhës arabe, e mos përmendet një dietar më i lartë i gjuhës arabe, të rregullave të gjuhës arabe, gramatikës gjuhës arabe, i cili është thirr si Bewi. Flasësh për gjihadin, edhe për mujahidat, edhe mos ta përmendesh, mos i përmendesh sahabët, tregosh vlefta si kanë qenë ato në gjihad, si u kanë gjihadit tek ato, është sikur të flasit po më pas jo vetëm gjuhën arabe, ose me diçka tjetër. Flasit për gjuhën arabe, e në gramatikën e gjuhës arabe, dietari më i madh është Sibawayhi, i cili ka jetuar rahimahullah. E të flasit për gjuhën arabe, gramatikën e gjuhës arabes, e mos ta përmend Sibawayhin, është turp. Kështu është pra flasit për gjihadin, e mos ti përmend sahabët radiallahu anhu, është turp. Thot Ibn al-Musayyib, aqbala Suhejbu muhajiran, Suhejbi shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam unis në bo hijrat prej Mekkës në Medina. Wattaba'ahu nafarun, unisën pas atij një grup njerëz. Fala nazala an rahilati, zbritin nga devja e tij. Wa nathala kinamatahu wa qala laqad alimtu anni man armakum. Ti e di pasë unë luftoj me juve. Kur e pas ato për ndjekin prej mushrikëve, një grup e mushrikëve filluan me ndjek për mas, pse? Ta pengojnë mos bën hijrat. Wajmullahi la tasiluna ilayya, fa Suhejbi, wallahi tasmuni mu'afrutakun ilay hatta armi bi kulli sahmin ma'i, deri sa t'i gjuj gjitha shigjeta çka i kam unë. Thumma adribukum bisayfi, e pastaj do të luftoj me shpatën çka e kam. Fa in shi'tum dalaltukum ala mali, po nëse doni ju pa të tregoj se kumlon pasurinë time në Mekka, wa khalejtum sabili, merr në pasurinë time, e lejom në të bëj hijrat çka tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qalu naf'al, fa po e bojmë.
فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم kur mrrinit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medina, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rabaha al-bay'u Aba Yahya, ka fitun tregti Abu Yahya Suhejbi. Wa nazalat fatal zbrita ayati wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha mardati Allah. Fa për njerëzve kanë të cilët e blejnë vete për me arrit kënaqësinë e Allahut azza wa jall. Për Ibn Umayrit transmetohet rejtu Ammaran yawm al-Yamama, e kam pa Ammarën në luftën e Yamas ala sakhratin, kishte hipën me një rast të gurit, wa kad ashrafa yasih, edhe filloi të viket, ja ma'shara al-muslimin, thoshte o ju musliman, a min al-jannati tafirrun, a prej jannetit po ikni, ana Ammar ibn Yasir, on jam Ammari i biri Yasirit, halummu ilayya, atni me mua, wa ana anzuru ila udhunih, ndërsa thot Ibn Umayr on shiqeshat e ka ndërsa veshin ja kishin shkurtua, kat kutiat فهي تذبذب جاكي الرفته وهو يقاتل أشد القتال درسا اللفتي كما كيك أطمسيج كأكشتا. صد ابن خيثمة يكني أبا عبد الله ثيرة أبو عبد الله أحد النقباء الأنصار استنيوني برياتية تسلت يكشتغن بيسن بيغمبيري صلى الله عليه وسلم پر جهاد. ولما ندب رسول الله الناس إلى غزوة بدر كوري ثيري بيغمبيري صلى الله عليه وسلم لفتنا بدرت إثا بابا إتي خيثمة ka pa tjetër njoni prej neve do të më nejtë në shve. Baba i tha këtina, one ose ti. Thot Ebu Khajtame, kërkoj që on të rinë shpe. Wa aktim ma nisek, edhe i ka thonë rreti me gratë tua këto. Fa aba Sa'du, Sa'di e më hajta. Wa kale lau kjana gajrë lë gjennë athertu ka bihi. Ka thonë Sa'di baba zëtë, si kur t'ishte konë dishka tjetër kërkohet veç gjihadet kisha pranu që të rinë shpe. Po është në pytje gjenneti, e t'i shkon dishka veç gjennetit kisha nejtë, po mas është në pytje gjenneti, nuk pranoj që unë të rinë shpe me gratë, e ti që kështë në gjihad. Inni le argju shahada, one po shpresoj se do të bi shahid, wa fi wajhi hada, fastehama, pastaj kanë qitë cili po fiton në këta, edhe dëll shorti që dëll në luft Sa'di, edhe dëll luftën e Bedrit, edhe ra shahid. Thot Abdullah ibn Maktumi ka thonë qërë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muezzin i pejgamberit e Rabb ka thonë o Zoti jam anzil in udhri o Zot zbritën një ajet edhe marsjeto mu që s'po muj me dal në gjihad fa anzalat ghayru uli darari e zbriti ajeti që Allah azza wa jall thot nuk obligohen për gjihad veç ato të cilët nuk obligohen për gjihad ato të cilët mund të rrinë shpe vetëm ato të cilët kanë arsye s'kan mundësi me luftua. فكان بعد يغزو ويقول مجلس pasi që zbriti kjo ajet edhe arsjetoj Abdullah ibn Maktumin që të rrinë mos del në gjihad prap dilte në gjihad edhe thej kjo për sahabëve idfa'u ilayya al-liwa ma jepni mua flamurin fa inni a'ma nga son jam qërë la astati'u an afir nuk muj me ikën wa aqimuni bejna saffenim la një mu me dis safave dhe me të parë me dis armikot edhe muslimanëve. Thot Hamad ibn Salama se na ka lemru Thabiti an silata kana fi al-ghazw se një musliman prej sila cili e shujt kana fi al-ghazw wa ma ibnuhu ndërsa e me atë ishte djali i tij fa qala ej bunaj i tha ki sila djalit vet o djali jem taqaddam hec për para taqatil edhe lufta hatta ahtazibuk ashtu që të shpresoj tek Allahu azza wa jall për në xhennet fa hamala فقاتل kështu që vaheci për para djali i tij edhe luftoi hatta qutil derisa umbet thumma taqaddama sila pastaj heci sila për para fa qutila pastaj umbet edhe baba i tij fashtama an-nisaa inda imra'atihi Mu'adha u afrun gratë të shtëpia e këtij te gruaja e këtij faqalat ju tha gruaja e këtij aty grave tjera marhaban mirë se keni ardhur in kuntna ji'tunna nëse keni ardhur لتهنئنني نسكني أرض مو أروى وإن كنتن جئتن لغير ذلك أن نسكني أرض ممقشلوة فرجعنا كثهن تفراب أما سمقشلاني هذا هو كيف أشتايت كان وبرو السلف كيف أشتايت الصحابة رضي الله عنهم فهل من مسلم أقادي كوش پر مسلمان وشكا بانكتا أقادي كوش پر مسلمان تبا الله ورت مسلمان تسلتي كان تنصد جالت ذات مشكودي كون ملوتوا في سبيل الله A ka dikush i cili është quë ka falë s'paki 2 rakate namaz ka bo doa për musliman mujahidat nuk ka transmeton Asma bint Abi Bakr thot vajza Abu Bakrit radiallahu anha
قالت لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كورونيس بيغمبري صلى الله عليه وسلم بري مكة حمل أبو بكر معه جميع ماله كورونيس من أبو بكر ما هجرة أمركيت باسورين كايكيشت أبو بكر ما ذهته 5000 بس 100 دينار شي كان باستاتكو أو 6 أو 600 فأتاني جدي أرض 100 برجيش يام أبو قحافة أبو قحافة يا بابا يا أبو بكر درس اشتشر فقال وقد عمي فقال إن هذا قد فجعكم بمالي ونفسي فكي بابا يوه قال أبو قحافة قال أبو بكر يقولون يوه كمان باسورين edhe vet ka shkuar hijrat me pejgamberin ai ju ka lënë juve pa pasuri fa kultu kalla kat asma I thash do gjyshet kurse se kad taraka lana khayran kathira na ka lënë khair të madh neve fa amudtu ila ahjari amorra dorën e tij edhe çohet e disa gur ahjari fa ja'altuhunna fi kawati albayt edhe ka lënë atë venin ku e ka lënë pasuria Abu Bakrit ka shti gur وغطيت عليه أذي كم بلوثت من يتيشة تقول ثم أخذت بيدي أمر دورا أبو كحافظ وضعتها على ثوبي أذا ينزر أبنوها دورنتي برميتيش فقلت هذا تركه لنا كت بصورين ابن كلام درسا يكون شرنو كقديس ينقور خليدي كم كركوف ديكيان فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي مي بنوكش شكرويتل نوكش بو قدر سدفداس ننلو فرذات سدفداس نشتاق وما من عمل شيء أرجو عندي بعد التوحيد من ليلة نقادت فا مصبسيمت ما أداشر ثونا سسا ناطا تتسلم كم شندروا وأنا متترس والسماء تهلني اندرسا تشيلي موا مبولنتا ننتظر الصبح نتناط ابرتشمي منجيسن حتى نغير على الكفار تتي بيم تسلمون كثيرا nuk ka pas diçka më e dashur se ma pas besimin nuk ka pas te Khalid ibn Walidi më e dashur se sanata të cilën ka pritën mira kafirat dhe në mëngjes. ثم قال إذا مت فاستيقظ نسفدس فانظروا إلى سلاحي مرنا أرمن تيمة وفرسي هذا قال تم فجعلوه عدة في سبيل الله هذا يفنى صدقاء يتصلك تفتن روغنا الله فلما توفي كرفدش خرج عمر على جنازته كرفدش دول أمير رضي الله عن جنازته edhe tha familja e tij kanë mundësi me kajt vetëm se nëse nuk vajtojnë kanë për çka me kajt. Transmetohet prej shërbetorit Khalid ibn Walidit se ka thënë Khalidi qala ma min lejletin yuhda ilayya fiha arusun nuk ka me një natë që më dhurohet mua të martohem s'ka e natë me të cilën martohem me një grua ana laha muhibbun ana aduata ahabba ilayya e gjithë kjo pas nuk është kjo natë në të cilën martona me një grua të cilën e du më e dashur thona min lejletin shadidatul bard se sa një natë e ftoft shumë e ftoft kathiratul jalid e cilë kubat akulli fi serijetin jam me një qet usabbihu fiha l'adu priti mëngjezin në atë natën e ftoft të ngrir e priti mëngjezin me luftu kafirat. Prej thabitit transmetohet ndërsa nga Anesi se Sulejm e ka marrën një khanxare të nashketë një thikë të madhe jo me Hunain luftën e Huneinit fa qala Abu Talha i tha Abu Talha ja Rasul Allah o i dërguari Allah kjo Sulejm ka marrë thikë fa qalet ja Rasul Allah ta kjo gruaja Sulejm indana minni mushrikun nëse më afrohet mundë një mushrik baqartu bi batnahu ona asulmaja të thërri me këta grua Sulejm e ka thikën khanxherin asaj koha edhe don që të mbrohet ndërsa musliman e sodit nuk ka dikush i cili e ka ata. Rahmet Zeid ibn Thabit ndërsa ai nga babai I tij më ka dërguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditën luftën e Uhudit ta kërkoj Sa'd ibn Rabi' nëse e gjejnë atë fa akrihu minni salam ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku ta gjejnë Sa'd ibn Rabi' çaj salam nga ona ti edhe thuaj atina kur ta gjejnë Sa'd ibn Rabi' ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çish po e gjen veten këtë hall tash. Fatuftu baina al-qatla. Fathesa në përmesin aty që ishin mbyt në luftën e Uhudit. Fa sabtuhu wa huwa fi akhir ramq. E gjeta ndërsa ishte para vdekjes. Wa bihi 70 darbatan ndërsa ishte godit 70 herë. Fa akhbartuhu. Al-amrova që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ka bo selam edhe të ka thënë se çish po e gjen veten.
فقال على رسول الله السلام عليك فسلام تشوف بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم edhe ty قل له يا رسول الله فتوي أتي أي درقور يا الله أجد ريح الجنة فأجي إيرا أجنيتت وكل قوم الأنصار إذا ثوي بوبل التمبر أنصار لا عذر لكم عند الله سكني أرسيتك الله عز وجل إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسى مشرك بارين ديتك بيغمبري وفيكم شفر يقرب edhe nëse ka ndonjëri për ju një kime e vetës atij lëviz edhe lejoni do të thonë jeni të goditur një po një kime e vetës lëviz e lejoni që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të arrijë mushrik deri tek pejgamberi s'keni me pas arsye para Allahu azza wa jall për shkak se një kime ka treguar se ju alajni gjatë qala fadadat nafsu pastaj thot edhe shpirtin radiyallahu an wan abi rafi' për babës rafiu thot قال وجه عمر جيشا الى الروم شيء عمر رضي الله عنه يشتري پر بلفتو من رماقت فأسروا عبد الله بن حذافة الزنا من رماقت رب عبد الله بن حذافة فذهبوا به الى ملكهم امرنا تأوتون ديرتك مريتي اتيرا فقالوا ان هذا من اصحاب محمد فانكي اشبري شوق ذات بيغمبيرت فرشوق ذات محمد صلى الله عليه وسلم فقال هل لك ان تتنصر اذا مريتي ki shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudhafa apo bëhesh krishter. Utia nisfa mulki, ta jap gjysën e sundimit tëm. Qala law a'tita jami'a ma tamlik. Ka sukur na kishe dhon krejt ata të cilën ti po e sundon, çka ke dorë. Wa jami'a ma tamlik, edhe një herë më shumë se sa që ti po mbron, që po e sundon. Wa jami'a mulk al-arabi, mulk al-arab, edhe ta dhash gjithë sundimin që kanë arab. Ma raja'tu an dini Muhammad tarfata 'ain. Unë nuk dal nga feja e Muhammedet as një qast. Kale idhen aktuluk, tha pra do të mbys. Kale anta wa dhaka, tha ti di punën tonë që vepron. Fa mara bihi fasurit, i urdhroi usrin e vetë dhe kapën e vjerën, e kryqëzun. Wa kale lirra, edhe ju tha gjujzëvet me shigjeta, mbreti, urmuhu qariben min bedeni, gjuni tha afër trupi ti, wa hua ja'ridu alej, që ta frigoni, ndërsa me liki dhe i ka ti banu krishter. ويأبى درس صحابي بين عبد الله بن حذافة أمهن تأتانوك برانيك فأنزله ودعا بقدر أزبريت nga kryqëzimi أزبريت هكنا pastaj thabirna një tenxhere të madhe, një kazan edhe është mbush me ujë, nësa disa transmetime duhet që është mbush me zejtin, me vaj, edhe është nxej. Bi userejni, pastaj thabirni dy rab prej muslimanëve që kemi zonë luftë. Fa amara bi hadihima edhe urdhroi që njënin prej atyve dy robë fa ulqiya fiha që ta gjuin në kazanin që kishin edhe e gjujtën. Huwa yaridu alayhi an-nasraniyya, ndërsa i thek Abdullah ibn Hudhafa pranoi krishterizmin se ati do ta bëjmë kështu. Ndërsa ai nuk pranon këtë. Thumma baka, pastaj filloi Abdullah ibn Hudhafa me kajt. Faqila lil malik innahu baka, i tham ati mbretet ki Abdullah ibn Hudhafa ki shoki Muhammedit pa çan. Fa dhannahu qad jazi' mendoj mbrejti se ki tashti u dopsua. Fa kale rudduhu ma abkaf, fa këthane edhe e pyti qka sa e që për qëti me kajt. Kale kultu, thot Abdullah ibn Hudhafa i thash vehtës, i ka thonë me likut, one i thash vehtës kur filloha me kajt. Kultu hija nafsun wahida, tashti një të më shku me më gjujtën mua në kazan, të nëzajt me mytën, ndërsa kam vetëm një shpirt, tulka saatën fa të dheb, gjuhët një qast në këtë kazanin, pastaj del edhe shkon kë shpirt edhe vdes. Fa kun të eshtehi e dashta e njekune bi adedi shari anfuson e dashta që sa kam kime në trupin tem kisha pas shpirta. Tulka finari fillah e gjithë ato shpirta ti kisha mëzirë në që këtë kazan. Fa kale lehu tagja, i thaki tagja kafiri, helleke an të kabbila rasi, tha apo e pudh balin tem, wa u khalli ank e unë do të shleti. Fa kale lehu Abdullah, tha Abdullah, وعن جميع الأسارة نسيل شون إذا جت مسلمان كثير شيء كذا قال نعم فقبل رأسه يبوت في كريستيرت وقدم بالأسارة على عمر فاستي شيء جت مسلمان امرنا انت عمير رضي الله عنه فأخبره خبره هذا الامروس شكبت عبد الله بن حذافة فقال عمر فعمير رضي الله عنه حق على كل مسلم عشت obligim për çdo musliman an yuqabbila رأس ابن حذافة me put kryet e ibn Hudhafas. Besa unë jam i pari cili do të filloj me aput. Transmetohet për Enesit radhiyallahu anhu se Abu Talha ka lexuar jetën
infiru khifafan wa thiqala. Dilni luft nëse është lufta e lehtë për juve apo e rëndë. فقال استنفرنا الله أبو طلحة نكا أبلغوا الله تدالم وأمرنا شيوخنا وشبابنا نكا ثير نيبة بلجفة أذا تريبة فجهزوني فبرقادتمني من دلو فقال بنوه يرحمك الله إثمت ميت ذات الله يتمشروك إنك قد غزوت على هدي رسول الله فيك بولوت كركون كون من جال في غنبير صلى الله عليه وسلم أذا أبو بكر أذا عميري درسا ناتاشتي بولوفتو إمبرتي قال فغزا البحر pastaj tregon se nuk është ndarë dhe ka dalë luftë edhe ka qenë lufta në beti famata edhe ka vdek فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها nuk ka gjetë dikun tokë që ta varrosin إلا بعد 7 أيام vetëm se mas 7 ditë فلم يتغير ndërsa trupi i tij nuk kishte ndryshuar. Thot Amr ibn al-As sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam خرج جيش من المسلمين dol një ushtri e muslimanëve ana amiruhum unë ishte udhëheqja së ushtria حتى نزلنا الإسكندرية دير سمرنا من إسكندرية نجد فقال عظيم منهم نفاني إماضي تيرا ينكريطاري تيرا بتبار باريس تيرا أخرجوا إلي رجلا أكلمه ويكلمني يثا مسلمان انزرنا نيرين غايو تتفولي أغايلة فلاتمو فقلت لا يخرج إليه غيري فطب عمر بن عاصي طاش نقاضي كوشت لدل مفول ما تعبرتش موا نقاسيشت وضحت ياسو يشتريه فخرجت معي ترجماني دولة هذا مذيت كشا بركثيسن ومعه ترجمان هذا يكشتفت بركثيسن حتى وضع لنا منبران ناونون ديفين من بيرة برتفول فقال ما أنتم فكشنيو قلت نحن العرب فاش نيمي عربت ومن أهل الشوك والقرض ونحن أهل بيت الله نيمي بريش بي صالة بري مكس كنا أضيق الناس إشمي prej njerëzve më të ngushtë tokën, dhe më të ngushtë ishme, se ne ka ketë okolo për rrejti është me kodra, njerëzve më të ngushti. Wa sharrahu ishan, jeta jonë ishte më e keq se gjithë jeta e gjithë njerëzve tjerë. Na'kul al-mayta wad-dam, e hakshmi coftinën edhe e pishmi gjakin. E lufteshmi njëri tjetrin, jeteshmi një jetë keqe të cilën nuk e jetonin njerëzit e tjerë. Derisa dulmesin ton një njeri nuk është më i Paris ton, nuk ishte prej Paris, domethënë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë nuk ishte i pari joni, as nuk ishte pasuri më shumë se na. Edhe na tha se unë jam i dërguar i Allahut. Jam i dërguar te kjo. Na urdhronte për diçka që nuk e dishim. Na ndaloi kë nga ajo të cilën e veprojshme. E përgënjeshtruan atë edhe nuk e besum. Ja kthym atë çka thoshta. Derisa një popull jo prej neve, do të prej Medinës. Edhe i thanë pejgamberit se nahnu saddiquk, na po të besojmë ti, edhe i besun. Edhe luftojnë këtë kundra tyje të cilët luftojnë tyje. E dole pejgamberi boni hijret e kata, Medina. Dolëm pas ati, edhe luftuam kundra pejgamberit. Edhe luftuam kundra neve, edhe na fitoj. Sikur të dishin Arab çka janë mas neve, mas neve, në to që kemi lanë për mas çka jetojnë në botën arabe, i ka thënë. Nuk ishte mbet dikush vetëm se kisha ardhur te kjo ta kish ditë se çfarë jetë po kalon ju këtu në Egjipt, Misr në atë kohë, në Iskanderia. I tha ki personi i Parijës, krishterët të Egjiptit, inna rasulakum qad sadaq. Pejgamberi juve ka thënë të vërtetën. Wa qad ja'atna rusulun bimithli dhalik. Në kanë ardhur neve pejgamberët sikur që ju kanë ardhur juve, më herët. Wa kunna alayhi hatta dhaharat fina mulukun. Edhe kemi luftu kundra atina derisa kanë ardhur bineve kanë sundu mbretërit. Fa amilu fina bi ahwaihim. Veprun me neve si kishin qef dëshira ta me epshet e tyra. Wa taraku amra al-anbiya ilan fjal e pejgamberëve. Fa in antum akhadtum bi amri nabiyikum. Nëse ju e merrni urdhrat e pejgamberit juve, lam yuqatilkum ahadun illa ghalabtumuhu. Nuk ka dikush i cili lufton me juve vetëm se do ta mundeni. Wa idha fa'altum mithla alladhi fa'alna, nëse veprani çish kemi vepruna, fataraktum amra nabiyikum. Edhe lani atë çka ka urdhëruar pejgamberi juve, lam takunu akthara adadan minna. Atëra ju nuk keni me numër më shumë se na, wala ashadda minna quwwa, as fuqis keni më shumë se na.
Nëse ne leni islamin, edhe numër nuk keni s'kana, edhe fuqi s'keni s'kana, do të humbni. Fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadithën të cilat transmeton Ahmedi, e pëlqehet me këtë që ka thonë ky person. Idha tabaya'tum bil 'ina, kur përmirni ju me tregtinë e cila thot 'ina është thirrët 'ina, tregtia ndaluar. E blen dikush, një person e shet një diçka, diku në 20 denar, për shembull. Pastaj personi e merr për një muaj mja kthi mja dhon parë. E s'ka më një muaj që thot apo ma shet, çfarë sa të kum shitone. Po për sa të blen për 15 denar. E tash 5 denar i mesin kamat këtina. Se e merr mallin e vet, alo se ka dhënë 20 denar. I jep 15 denar, çato 15 denar i marr, tash ai plus 5 denar me mja dhon këti. Vjen sukur kamat. Kjo lloj tregtia është ndaluar. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur paraqitet kjo, do të thot kamata kur paraqitet me sen e juve. Idha tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqari. Edhe i merrni, shkoni mas bishtave të lopës, do të thot mas shkoni mas dunjanjes juve. Wa akhadtum adnab al baqari wa raditum biz zar'i. Edhe kënaqi ju me tokën e juve, me atë çka po e mbjellni. Wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad fi sabilillah. Edhe lëri luftën rrugën e Allahut azza wa jihadin, sallallahu alaikum dhulla. Allah ja çon që ju sundon juve poshtërsia hatta tarji'u ila dinikum. Ju poshtërson juve, kjo poshtërsia ju ka plan juve, nuk ja vhek Allahu këtë poshtërsi derisa të kthehej ju në fejen e juve. Ndërsa kur flitet për Aqil Abdurrahman ibn Tha'laba, ishte prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte marrë pjesë në luftën e Bedrit. Edhe në gjitha luftat që kishin ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Ibn al-Jawzi për Ja'far ibn Abdullah ibn Aslam, kur ka ndodhur lufta e Yamamas, edhe i zgjedhën njerëzit kush shiqun se të kush është plagasën, pari i cili u gjet ishte Abu Aqili. E kishte godit atë një shigjet me dy shpatullave afër zemrës, mi po nuk e kishte godit në zemër. E nxjerri atë shigjetën, mi po u dobësu ana e majtë të ti, e morën edhe e prun dhenin për me shërua, me shiqua. E kur filloi lufta e ashpër, edhe fillun musliman të humbën, edhe fillun të lipse gohën në musliman, e ndëgjoj zanin e Ma'n ibn Adi, ndërsa Ma'n ibn Adi në luft, po viket, ja lil ansar, o ju ansar, Allaha, Allaha, wal karratu ala aduvikum, merni sulm dhe armikut juve, kale Abdullah ibn Umar, فنهض أبو عقيل فتأتوا أبو عقيل يريد قومه دل مو me dal me ansar të luft. فقلت ما تريد تشكيت dash وما فيك çka ke ما فيك كيت nuk ka luft për ti për shkak se ti je I plagos nuk ke mundsi me dal. قال قد نوه المنادي باسمي فقمطير me dal luft. قال ابن عمر فقلت له ابن عمر طاشتي انما يقول يا للانصار اي فطت او يو انصار nuk po tirti me emër ولا يعني الجرح s'ka për qëllim të plagosit. قال ابو عقيل انا من الانصار ابو عقيل on jam prej ansarve وانا اجيبه ولو حظا هذا فانا do t'ju përgjigj në kësaj tirës edhe sikur të zgjagza. قال ابن عمر فتحزم ابو عقيل امر قيس që e kishte واخذ السيف امر shpatën e tij biyadi lumna me dorën e djati ثم جعل ينادي يا للانصار pastaj filloi të vikat o ju ansar karratan ka yawm hunain merrni sol sukur luftën e hunenit fastami'u rahimakumullah mblidhuni Allah ju mëshiroj jami'an taqaddamu hasni përpara falmuslimuna dari'atan duna aduwwihim hatta aqhamu aduwwahum që muslimanët morën derisa I fitun kafirat hadi në kopshtin e vdekjes musallama që ka qenë kjo kon Abu Bakrit فاختلطوا واختلف السيوف filloi lufta e ashpër fillon vetëm se shpata tifshin. قال ابن عمر فنظرت إلى أبي عقيل شجوة ابن أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة يا كشن كبوت كراهن تي تلاقوسر شباطل فوقعت إلى الأرض كشتران توك وبه من الجراح جراح 14 جرحا درسا أي كشت كتر مغت ضارة كلها قد خلصت إلى المقتل جيت إيش نبيتها وقتل عدو الله مسيلمة درس اشتميد دشماني الله مسيلمة. قال ابن عمر فوقفت على أبي عقيل وأفرا أبي عقيل درس اشتريت آفر طرف ديكس فقلت يا أبا عقيل تشأو أبو عقيل قال لبيك قال أردنا بلسان ملتاف فسيقول من يزان تول فخش بويك بريلوفتس كويتش فيتوريا قلت أبشر قد قتل عدو الله إثاش
shpërgozohu se është mbyt dëshmani Allahut Muselem, farafa isba'ahu ila as-sama' yahmid Allah, fa ngriti gishtën e vet nga qielli edhe falënderoi Allahun, wa mata yarhamuhullah, edhe vdes Allahu e mëshiroj. Kur flitet për jetën e Wasil ibn al-Asqa radiyallahu anhu, transmetohet për Muhammad ibn Sa'd, qala Wasila ardhat Wasila tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fa salla ma'a as-subh, afali namazin e sabahit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana sa idha salla wa sarafa tasaffaha ashabu, edhe kur e falë pejgamberi namazin edhe dilte shkojshin sahabët edhe përshëndetshin për dorën. فلما دنا من واتلة أقول لا أقرون قد واتلة pejgamberi sallallahu قال من أنت فكشيته وواتلة فأخبره الأمرين فقال ما جاء بك فكشت كبروتي كتو قال جئت أبايع فقمارض بسطوه مثلا دورم شيخ مهين الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحببت وكره أقوم بسطان نجدو جان شكا دون إذا نجدو جان شكا ورين قال نعم فبو قال فيما أطقت قال نعم فنجدو جان شكا منسي مبا فبو فأسلم وبايع أفراني إسلام إذا ذا بيسن pejgamberi صلى الله عليه وسلم. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Tebukit, filloi mi mbledh muslimanët për luftë, shkoi Wasila te familja e tij, te baba i tij, Aba al-Asqa, falamma ra'a halahu kur pa se kia ka pranuar Islamin, fa ka bëu këtë vepër, fa baba i tij wallahi la ukellimuka abadan, fa nuk do të të foli më ti kur sa ti je gjallë. Shkoi te migja e tij edhe e përshëndeti, fa i tha migja e tij e ka pranuar Islamin, fa po. Edhe ky njëjt u përgjigj po më lehtë se ai. Dhe i tha nuk u shkon vendi që ta pranosh Islamin ti para neve. Kanë dëgjuar motra e tij mrena llonë vetë se çka po flet me migjën e tij. Del motra e tij e përshëndet me selam. Tha Wasila u çudit. Ta pregaj ti oj motra e dekit selamin. Ka ndëgjova fjalët e tua dhe fjalët e migjës, edhe me këto fjalë të pranova Islamin më një herë. I tha më të gjatë pegadit të vllahun tënd për një luftë si luftar, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është afër rrugës, po do me utu. E ka përgatitur motra e tij, edhe është nis për tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është nis për Tabuk. Po kia ghubarat, ndërsa ka met vetë sa njerëz pa dalë, prej njerëzve, ndërsa ky dul me një vend të lartë, edhe thërka në pazarin e jahudive Beni Qainuqa, edhe taj kërë nga s'kishte me qka me hejtë, nuk kishtë deve. Men jahmiluni walahu sahmi, ku shëmbon mu me devën e vetë, ata shka do të ampitek nga plaska e luftës kam ja fanën. Nga sa thot isha për njerët që vetë nuk kisha deve. Në thirë thot Ka'b ibn Ujra, në thirë Ka'b ibn Ujra, fa kale ana ahmiluk, ta one do të mbajti je ditën, natën edhe ditën, ndërsa ti do të ma jepsh ata që do të fitosh në luftë. Ka Wasila po të ta bëj këta. Ka Wasila jazahullahu khairan, Allah të të shpërblet Ka'bin. Më kam bajtën edhe më ka dhënë me hangër deri sa e çoi pejgamberi sa Khalid ibn Walidin ila Ejder ibn Abd al-Malik, deri sa pejgamberi sa sallallahu ka çu Khalid ibn Walidin deri Ejder ibn Abd al-Malik deri aty me luftë bidumet al-Jandal në vendin. خرج كعب في جيش خالد وخرجت معه تدل ككعب لوفت بخنا خالد أظن دولا معتا فأصبنا فيئا كثيرا edhe morëm përfitum nga lufta shumë nga se zvanën luftës armejt hekën edhe lam plaskën e luftës. فقسم خالد بيننا فأصابني 6 قلائص. Thot edhe ndajti pasurinë që e kishme përfitua, ndajti Khalidi me disështarve e më takul mu 6 deve me pasuri. E mora ata dhe shkova të Ka'be i thash ja ibn Ujza o biri Ujra. I thash dil, Allah të më shëroft, shiqa se sa deve kam fitua në luft, merri këta nga se kështu shkon i na pëlqy që me martin luft me mbajt me deve ndërsa në me ta fal kretat e shka e fitoj. Tha, barak Allahu lek, Allah të bekot fiha në këtë pasuri që e ke marr, ma hamil tuka, nuk të ka marr për pasuri, wa ana uridu an akhudha minka shay'an, nuk të ka marr për me marr në pasuri prej teja. Po këta keq ka kam bo fi sabilillah. Për Abdullah ibn Mubarak عن سري ابن يحيى transmeton prej Sari ibn Yahya se i ka treguar ti Ala ibn Hilal se një njeri i ka thonë Silas
Aba Sahba, o baba I Sahbas, ra'aytu anni utitu shahadatan. Ona kam pasë më dhënë një dëshmi, më dhënë mua, ndërsa ti të janë në ëndër të dhënë dy dëshmi. I ka thënë sila, I ka thënë këtij personit, do të bish shahid ti një ona edhe djalin. فلما كان يوم يزيد بن زياد كندوب لوفتا من يزيد بن زياد سجستان روسي فانهزموا كان هومبطا وقال سيلا يا بني ارجع إلى أمك إكفان سيلا ديالت ذات ثوت ابن رايتا ثون شبي قال يا أبا أضعم أبدا خير أبدا تميرا فرفهت ndërsa po më ordëron mua më kthia. Këtë pastaj vazhdoi djali vet luftoi edhe vdes. Pastaj vazhdoi luftën cila edhe ky vdes. Ashtu siç e kishin pa ëndër. Kjo ishin disa ngjarja të cilët kanë ndodhur me sahabët, e të cilët flasin për sahabët se çish shkon xhihadi tek sahabët. Ndërsa me neve ka ndodhur më ashtu siç thot një poet, e porosit njerin nëse shkon bë një herë në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e përshëndet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam të vorri thot rasulan për pejgamberin shafa jarh ash-shu'ubi I ka shërua varrat e popujve wa kullama tabaddal asa ازدهر ku dilte ndonjë smuda kana at-tabibu al-mudawiya mjeku thot e shëronte do të për pejgamberin ka qëllim afrohuni të varri I ti edhe ndëgjani eninan dhe të ndëgjani një zot a mësë me ndërë kje përshkru në kështu poetin një pësë do të thotë se për imen ndëgjani dhe një zot asikha lehu fi gjani bil qabri wa sma'a edhe ndëgjani të varri ati eninan dhe të ndëgjani një zot nga dhimbja beda fi rawati lejli dawia e cili der natën e bukur yatullu alejna kthejhet në pyet neve sailan أين سنتي كواش سنتي أم وأين كتاب الله كواش ليبري الله للناس هاديا إتسلي عشتو غزم برنيرزت نسجت لكم نسجا من العز والتقى أني أبري ويوة بيافيشا الروبات أفوشيس كرناريس أدوات مريس فمزقتم نسجي يو إشكيت الروبات بيافيشا يوة وصرتم عادية e u banat armisht të kësaj që ka javdash unë e juë. Tukimune li dhikraja, po më përkujtoni mua me festat bi akli wa nagmetin, duke hangër e duke knua. Wa dhikraja, ndërsa të më përkujtoni mua do të thot an tasru kama kuntu saria, të hasni të veproni ashtu që ish veproj unë. Wa an taj'alu dhikraja darsan yufidukum, e të bani përkujtimin tem mësim I cili do t'ju ban dobi juve o yaj'al minkum sadat al-ard thaniya e t'ju ban juve zotru tokës për së dyti ففي لبن الإرضاع في المهد لقنوا حياتي أطفالا لكم وذراريا edhe qumshtin kur ja epni fëmijëve to kur janë në djep mësoni atyve jetën tema edhe pasardhëve t'ju حياتي لكم درس jeta ime është për juve mësim wa sejri lakum huda veprat e mia për juve janë ozim wa khairul hadi hadju liman jadda rajia ozimi më I mirë është I atij I cili ka pas shpresë فمن ينفذ الإسلام في كل شأنه أكش مر إسلام جدلفيزة تي يعد من ضروب العز بات ثاوية يكفيت أتي كرنارية هذا فاجدن هذا چندران مكرناري ومن طبق القرآن في كل أمره أكش بفران زدپون ما قرآن ينل من فيوض الله ما كان راجيا امرين قا الله عز وجل تيت أتا شكا أي كشبرسوه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربنا الله سبحانه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Shumë kanë vetëm rol gjihadit dhe vetëm unë kom pas në ti që bashko edhe të kanë kohë me spjegua
që kanë folë edhe mi pru ulemat fjalët e atyre keq që kanë folë, vetëm se unë shkurtimisht i kam pru vetëm rastet, s'kam pru kur argumentet që i kam përshkrujt, si kam pru për shkak kohës, po i kam pru vetëm rastet kur kanë thënë muslim ulemat se gjihadi është fardhu ain, nga se në origjinë gjihadi është fardhul kifaya. Allah azza wa jalla ka thënë kutiba aleikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum, është bën farz ju gjihadin ndërsa ai është urrëtur për ju. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum, ka diçka që ju e urrëni po janë më mirë për ju. Wa asa an tuhibbu shay'an, kom si që ju doni diçka, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum, ajo nuk është mirë për ju, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah den ajo nuk e dini. Është bën farz gjihadi për ju. Sipas këtij ajeti që se gjihadi është fardhu ainin, sa është fardh po thotë përgjithësi. Mirë po kur e shohim sahabët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka raste kur i ka qitë disa njerëz në gjihad dhe i ka ardhur ndonjëherë për çdo fisi me dal nga dy vet ose për çdo shtëpi me dal nga dy vet, atëherë nuk i ka obliguar. Pastaj ajeti faddala Allahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima, sa Allahu i ka vlerësuar mujahidat që ka dhënë luftë ndaj atyre të cilët kanë në shtëpia me vlerë të me derejë të mëdha. Kjo flet se ka mundësi që të bëj dikush mbrapa s'është obligueshëm gjihadi fardhu ainin çdo herë, sidomos kur janë muslimanë në sulm. Kur janë muslimanë në sulm, janë të fortë, kanë fuqi, kanë shtet, edhe muslimanët sulmojnë, atëherë në këtë rast është fardhu kifaya. Ata që mos që është në origjinë fardhu kifaya, atëherë në çfarë rasti është fardhu ainin, na obligohet me ditë për gjihadin. Nëse e para, nëse në një vend muslimanët jetojnë, edhe kafiri ka sulmuar këtë vend, apo është përgatitur me sulmuar këtë vend, është e obligueshme për atë banor të atij vendit me sulmuar e kafirin, ka mundësi me prit mrejna, ju lejohet me dalë me prit jashtë kafirin, me sulmu jashtë shtetet, edhe ju lejohet me hija me prit mrejna, me sulmu. Varet se çish e shohin emirat e mujahidave, se çish është më mirë. Siç ka ndodhur luftën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë jashtë i ka pritën. Ndërsa është konsultuar me sahabët, apo i priti mrejna në Medina, apo dalë jashtë Medinës e bojnë luftën. Do të thotë lejohet të dy fal. Mirë, po në këtë rast është fardhu ainin, qoftë jashtë vendet apo mrejna në vend e pritin kafirin, do të thotë është e obligueshme fardhu ainin në këtë rast. Ndërsa nëse vendet, ato të vendet nuk luftojnë, bën përtaca, a nuk luftojnë, obligohen të jetë për atyra, ju bën të fardhu ainin me shkuën atë vend me luftue, me mbrojt atë vendin, me mbrojt ata musliman. Apo luftojnë mirë pas mjafton numri i tyre, obligohen të jetë me shku me luftue, kanë fardhu ainin me dalë luftë. Nëse khalifa i muslimanëve obligon një grup prej muslimanëve që dalin luftë, i thirrë të dëmin luftë, filani, këto njerëz e kanë të obligueshëm me dalë fardhu ainin. E kanë farz me dalë. Edhe nëse është në origjinë gjihadi fardhul kifaya. Për tjetër është fardhul kifaya, mirë për ta është fardhu ainin. Tashti për këtë grup që i cilë është thirrë në gjihad, nëse atë grup të cilët janë obliguar me dalë gjihad janë prej vendit i cili është sulmuar, atëherë këto kanë të obligueshme nga dy anë gjihadin. Ju bëhet farz se janë çati vendit e janë sulmuar prej kafirit, ju bëhet farz, edhe nga ana tjetër ju bëhet farz respekt ndaj udhëheqësit muslimanë. Në rast se nuk janë çati vendi, mirë po, njerëzit të cilët janë sulmuar në vendin që janë sulmuar, nuk kanë dalë me luftu, apo s'ka mjaftu numri i tyre, e tash jashtë atij vendit e miri udhëheqësi musliman i ka urdhëruar, ka thonë ti edhe ti shkoni me luftue. Këto kanë prapë nga dy anë farz me shkuar. Një në anë për shkak se s'mjafton numri ose ato s'janë çuar me luftu mjaft, ato banorët atij vendit të obligohet nga kjo anë, edhe nga ana tjetër respekti i thatit mirit. Nëse banorët atij vendit që janë sulmuar janë mjaft edhe kanë mundësi më mbrojt, atëherë me shku me luftu në atë vend është fardhul kifaya, nuk është fardhu ain. Po nëse të këton disa emiri musliman, që ato shka i ka caktuar emiri musliman, e kanë farz ain me shku me luftua, jo për shkak se janë sulmu muslimanët atje, nga se numri mjafton, po për shkak se i ka urdhënu emiri. Vetëm ata, jo tjerë.
Mi po ka mundësi mu bë fardu ajnin gjihadi në rast edhe të sulmimit, nga se farzi në gjihadi është fard kifaja kur është sulm. Kur muslimanët janë fortë të sulmojnë kafirët, është fardul kifaja. Mi po bëhet fardu ajnin nëse emiri cakton disa persona me dalë me luftua. Për çata me sulmua e kanë fardu ajn. Bëhet fardu ajn gjihadi për ato të cilët kanë shkuar në luftë në fardul kifaja. Gjihadi është fardul kifaja, ai ka shkuar vullnetar me luftua. Edhe kur ka ardhur vakti i luftës me fillua, atëra kanë fardu ajn e luftua e kanë haram me ikën. Mukti të prapë. Në atë rast s'kan drejt mukti. Kanë drejt mos me shkuar në luftë. Kanë drejt mukti në gjithë rrugës. Po s'kan drejt mos të prezanton lufta, ato të thojnë që tash po na kujtohet se na kena fardul kifaja. Jo, atëherë ju bën fardu ajn. Këto janë pra rastet kur e kanë përmend ulemat si se gjihadi është fardu ajnin, desa në origjinë është fardul kifaja gjihadi, pra bëhet fardu ajnin në këto raste që ka i përmendëm, përapërsisht, ndërsa inshallah Allah azza wa jalla ndonjëherë na jep mundësi që i fol gjënsisht rreth pikave kur është edhe me çdo argument edhe fjalë të ulemave të cilët kanë folur për këtë, se çish obligohet, çka obligohet, më gjënsisht, Allah na përdej atëherë. Selamu alaikum wa rahmatullah. Familje, të prindër që ka së vinë dhe të herë. Që të dikut të shpije të të dërgoni, a e ka partimin me të tërgu familje të shokë. Mundet me të reguar, po nësa të e pengojnë, o këton në s'ka mundësi me dalë, o këton edhe se shëf maj mirë mësë me lemru, nuk i lemron, për shak se s'ka dikush i cili janë të lemru për e prindërve, s'po ka dikush i cili të lejon të pine vetë, për kujnë vazim dhe shte i ban preme. Për atë, e me mira është të i fillu, por nëse e shef që me të regu del probleme, atër ma mirë mësë të lemron, le të hejst, le t'i lemron mësit nisët, atër, e të të se që unë jam nisën, për gjihad në këtë rast është me mirë, nga se kur është fardu ajnin, nuk pyetët baba edhe nana, siç kanë thonë ulemat dhe ka përmendur se duket Kurtubiu apo dikush tjetër në tefsirin e tij. Nëse fardhu kifaya, pyet nanën e babës, ka leje për shku ka.